Thoni lam të mirë diabetit pa ndonjë ilaç, bëni këto veprime çdo ditë. Në të gjithë botën, personat që vuajnë nga diabeti janë me miliona, por të diagnostifikuar janë më pak, ndërsa në vitet 2030 pritet që njerëzit me diabet të jenë rreth 5 milion më shumë. Me rastin e ditës botërore të diabetit më 14 nëntor, ekspertët e Dole Nutrition Institute kanë shpërndarë një dekalog për të mbajtur nën kontroll këtë patologji. Nga kujdesi për peshën trupore tek aktiviteti fizik, duke kaluar kështu te ushqyerja e zgjedhur. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ja cilat janë disa nga këshillat që duhet të ndiqni për të mbajtur nën kontroll problemet e sheqerit në gjak. Në fillim, duhet të ndiqni një dietë të mesdhetare. Një dietë e pasur me fruta, perime, peshk dhe zarzavate mund të ndihmojë në shfaqjen e zhvillimit të kësaj sëmundje duke e shmangur atë sa më shumë. Kujdesuni më mirë për peshën tuaj trupore. Nëse jeni mbi peshë, edhe 5 kg të reduktuara mund të ulin ndjeshëm rrezikun e diabetit duke përmirësuar kështu mirëqenien e përgjithshme të trupit tuaj, citon studimi. Ushqeuni shëndetshëm. Ushqime të tilla si frutat, perimet, bishtajat, drithrat ndihmojnë në kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak. Konsumi i tyre në mënyrë të rregullt dhe brenda normës lejuar do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të mbajtur nën kontroll problemet e sheqerit në gjak. Gjithmonë, zgjidhni ushqimet kryesore. Studime të shumta tregojnë se vitamina C, vitamina K dhe magnezi mund të kufizojnë shanset e prekjes nga diabeti tipi 2. Veçanërisht rekomandohet ananasi, perimet me gjethe jeshile të errët, gjithashtu edhe avokado. Bëni aktivitet fizik posaçërisht për problemin tuaj. 30 minuta në ditë ushtrime fizike janë të mjaftueshme për të kontrolluar peshën trupore dhe për të ndihmuar kështu në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në gjak. Bëni analizat e gjakut në mënyrë më të rregullt. Mund të nxjerrë në pa ekzistencën e çekulibrave të cilat pastaj mund të çojnë në fillimin e sëmundjes. Një diagnozë e hershme është gjendja që të vonojë ose të parandalojë edhe zhvillimin e tyre. Gjithashtu bëni analizat her pas here dhe konsultohuni me mjekun tuaj për të mbajtur nën kontroll këto shqetësime. Tregoni vëmendje ndaj simptomave të cilat shfaqen në trupin tuaj. Konsultohuni me mjekun tuaj nëse keni etje të tepruar ose urrinim të shpeshtë, humbje peshe në mënyrë drastike, vizion të paqartë dhe gjymtyrë të mpirë. Nëse keni këto shenja, konsultohuni me mjekun tuaj specialist, pasi mund të paralajmërojnë ndjeshëm edhe shfaqjen e luhatjeve të sheqerit në gjak. Nënshtrohuni në kontrollet periodike. Kontrollet në intervale të rregullta kohore zvogëlojnë shanset e goditjes nga komplikacionet të rënda që lidhen me këtë sëmundje, mos funksionin e veshkave, verbëri edhe dëme nervore. Për më shumë informacione duhet të kontaktoni me mjekun tuaj sa më shpesh të jetë e mundur. Informohuni më shumë për çështjen tuaj shëndetësore. Kontaktoni me mjekun tuaj specialist edhe për një recetë me një dietë të personalizuar, për të marrë këshillat e dobishme për aktivitetin fizik ose këshilla të vlefshme për stresin dhe sugjerime të tjera në çdo faktor rreziku dhe sëmundje. Gjithashtu, tregoni kujdes edhe me konsumin e karbohidrateve. Mundohuni që të hani sasinë e duhur të karbohidrateve në ushqim. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni çështjen tuaj imunitare dhe të mbani larg gjithashtu edhe luhatjet e sheqerit në gjak. Diabeti është një sëmundje kronike ku niveli i sheqerit në gjak rritet ndjeshëm. Përveç terapisë me ilaçe, një dietë diabetike rekomandohet edhe nga mjekët dhe nutricionistët. Por çfarë përmban ajo? Cilat janë ushqimet e rekomanduara dhe ato që duhet të shmangen? Në përgjithësi, dieta më e mirë për të ndjekur në rastin e diabetit është zgjedhja e disa ushqimeve bimore që mund të rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak, të shoqëruar kështu me aktivitet fizik. Gjithmonë duhet të jeni të rëndësishëm. Arrat. Në përgjithësi, arrat janë një zgjidhje shumë e mirë për diabetikët. Çdo lloj arrori përmban një sasi të mirë të yndyrnave të shëndetshme. Këto yndyrna mund të përmirësojnë kontrollet e niveleve të sheqerit në gjak. Çaji.
Çaji është plot me antioksidant. Shumica e mjekëve sugjerojnë që të pini çaj me baza natyrore ditore si çaji i jeshil ose çaji i zi, përsa kohë që janë rreptësisht çaj pa sheqer të shtuar. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni patate të ëmbla. Ne të gjithë dimë se patatet e bardha nuk janë të mira për shëndetin, por fatmirësisht na është dhënë një patate që ka përfitime të mira shëndetësore. Zvogëlon rezistencën e insulinës, ul kolesterolin dhe pengon rritjen e sheqerit në gjak. Gjatë gjithë kohës hani një patate të ëmbël. Vaj i ullirit. Vaji i ullirit është një nga burimet më të mira në luftën për diabet. Në mesdhe, vaji i ullirit është një element kryesor që kontribon në jetëgjatësi dhe në një mënyrë jetese më të shëndetshme. Tërshëra. Tërshëra ndihmon trupin që të ngadalësojë shndrimin e karbohidrateve në sheqer. Ajo është ngarkuar me fibër. Kanella. Një nga gjërat më të mira për kanellën është se është një zvendësues i mirë i sheqerit të ëmbëlsirat. Studimet sugjerojnë se ajo mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak. Shparaguj. Shparagujt mund të zvogëlojnë rrezikun e shumës sëmundjeve përfshirë diabetin e tipit 2. Është sugjeruar se mund të rrisë edhe prodhimin e insulinës. Çokolata e zezë. Por aq kohë sa është ekstra e zezë, sa më erët çokolata, aq më pak sheqer. Jo vetëm që është e pasur me antioksidant, por është të provuar se zvogëlon rezistencën e insulinës. Spinaqi. Spinaqi është i shëndetshëm, por për diabetikët është edhe më i dobishëm. Zarzavatet me gjithë e jeshile janë një nga ushqimet më të rekomanduara për diabetikët dhe spinaqi është më i mirë se sa ushqimet të tjera. Farat e linit. Tre nga komponentët më të mirë për të luftuar diabetin janë të paketuarat e farat e linit, yndyrnat e shëndetshme, fibra dhe proteinat shumë të rëndësishme për shëndetin e diabetikëve. Kosi i thjeshtë. Kosi pa yndyrë është një ushqim super. Është sugjeruar se kosi zvogëlon rrezikun e diabetit të tipit 2. Avokado. Avokado ka aftësinë për të ulur nivelin e sheqerit në gjak. Ato gjithashtu luftojnë sëmundjet e zemrës. Kale. Kale është seriozisht një nga perimet më të shëndetshme në botë. Zvogëlon rrezikun e diabetit të tipit 2 dhe nivelin e sheqernave të atyre me tipit 1. Brokoli. Nëse ka një perime të bërë për diabetikët, është brokoli. Ai përmban një përbërës të veçantë që natyrshëm lufton diabetin dhe kontrollon nivelin e sheqerit në gjak. Ai madje mbron edhe nga sëmundjet e zemrës. Fasulet. Për një diabetik, fibra është një pjesë e rëndësishme e dietës suaj dhe fasulet janë një nga burimet më të mira. Fasulet në baza javore mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të glukozës në gjak, vetëm mos e egzagjeroni me sasinë e konsumit të tyre. Në dietën tuaj gjithashtu mund të konsumoni manaferrat. Çdo lloj kokre e kuqe është e mirë për diabetikët. Për diabetin e tipit 2, manaferrat mund të rrisin prodhimin e insulinës në trup. Për diabetin e tipit 1 mund të nivelojnë nivelin e sheqerit në gjak dhe janë të pasur me antioksidant dhe me fibër. Në dietën e diabetikëve gjithashtu nuk duhet të mungojë as peshku. Peshku është një nga burimet më të mira të proteinave të shëndetshme që mund të keni në dispozicionin tuaj. Dhe siç dihet për shumicën e diabetikëve, proteinat janë vendimtare për një mënyrë jetese akoma dhe më të shëndetshme. Ashtu si arrat dhe farat, peshqit janë të pasur gjithashtu me yndyrna omega 3, të cilat janë mjaft të vlefshme për çështjen tuaj imunitare në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Për të përmirësuar luhatjen e sheqerit në gjak në dietën tuaj nuk duhet të mungojë as peshku. Gjithashtu edhe farat e ndryshme janë një zgjidhje efektive për të mbajtur larg komplikacionin e luhatjeve të sheqerit në gjak, pasi do të mundësojnë një zgjidhje mjaft të mirë dhe të shëndetshme kundër luhatjeve të sheqerit. Në dietën e diabetikëve gjithashtu mund të përfshini edhe ato produkte të pasura me omega 3, që do të luajë një rol pozitiv në menaxhimin e këtyre shqetësimeve dhe mbi të gjitha edhe në parandalimin e komplikacioneve të luhatjeve të sheqerit në gjak. Ndaj sigurohuni që të zgjidhni një dietë sa më të pasur me produkte natyrale për të mbajtur larg këto shqetësime, citon Healthy Side. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet,
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.